përgjithsisht Amerika është humës në këtë luftë. Por nëse sepse qëllimi final se merri tani me kurdët, pra vetëm mundet që Izraeli të jepte shans pra mundësi për të ndihmuar për të krijuar shtetin e Kurdistanit. Pra kjo mund të ishte fitoria e vetëm po të hyshe kombësërisht. Unë mendoj që Izraeli ka interesin e vetë primar që të jetë fuqi homogjene në region aty ku jetojnë, do të thotë edhe të luajnë rolin e superfuqisë në rajonin e lindjes së mesme. Nga kjo luftë amerikanët nuk kanë me dalë në asnjë kuptim fitues në përjashtim se do ta ndrojnë regjimin, sepse do të thotë do ketë investime, harxime të mëdha ekonomike në një luftë të pafund aty në Iranin. Izraeli do të përfitojë sepse kur amerikanët do të dalin nga Irani, gjitha pajisjet ushtarake do të përvetësohen nga Izraeli dhe do të ndihmojë atyre ushtarakisht. Dhe gjithashtu interesi amerikan në ndërhyrjen në Iran është që të shkëpusë marrëdhëniet me Kinën. Por tani pra kjo është lotimi i dytë pas asaj të Venezuelës, i pret në njërin krah tani që është Irani. Po, kjo ishte një paralemrim që e kemi bërë, gjithsesi me një kosto shumë të lartë që do të ndodhë për amerikanët dhe se si do të vijojmë me tutjen e do të shohim se varet se si shtetet fqin do të reagojnë në kuptimin afat gjatë. Unë them se këto luftime që po ndodhin tani nga ari do të ndodhin për disa javë, nuk do të ndalohen dhe pastaj do të caktohet se a do të futen amerikanët me kombësuri. Mos të harrojmë në janarin e 2014-s kur Trump ishte i interesuar që do të thotë i riarmatos ato aeroplanet bombardues. Izraeli i telefonoi Trumpit dhe i tha që mos ta bëjnë gjë të tillë sepse nuk ishte kapacitet mbrojtës nga Irani dhe i duhej një armë pushim. Dhe për këtë dua të them se Irani do të thotë ka punuar 20 vite për këtë konflikt që tani po ndodh. Dhe është do të thotë raketat e soja po godasin do të thotë Izraelin dhe pse tani Izraeli i nevojitet në këtë kohë që të futen amerikanët, sepse sa më gjatë se e lejon Irani do të zhvillohet dhe do të jetë shumë e vështirë për Izraelin që të jetë fuqi në rajon. Andaj është, si të thoja, treni i fundit apo shansi i fundit për Izraelin që ta mposhtin Iranin, sepse Irani me një strategji ushtarake që e ka dhe të cilën e ka provuar deri në janarin e 12, ka përvetësuar dhe ka fuqizuar strategjinë e vetë dhe tani janë më së të vetëdijshëm për kapacitetet e tyre të cilat mund të jenë dëmtuese në rajon. Dhe tani kjo është, si do thoja, thirrja e fundit për Izraelin që të mposhtë Iranin dhe një gjë e tillë tani vetëm ka filluar. Përdorimin e armëve bërthamore që të taktike e parashikoni apo? Po, prandaj thash edhe më herë, nuk është se është problemi kryesor Irani për Izraelin, sepse Izraeli ka fuqi nukleare dhe ka kapacitet ushtarake të fuqisë që në mënyrë diplomatike ta ul Iranin ose ta godas dhe ta shkatroj atë. Problemi qëndron me shtetet e tjera të lindjes së mesme, siç është Arabia Saudite, Katari dhe të tjera të cilat nuk janë në marrëdhënie të pozitive diplomatike me Iranin dhe nuk janë të gatshme të mbrojnë shtetet e tyre, sepse nuk kanë fuqi ushtarake që ta kërcënojnë apo ta bëjnë të rimendojnë Iranin për të futur në shtetet e tyre. Dhe andaj thirrjet janë jo vetëm nga Izraeli, por më së shumti edhe nga shtetet e tjera të lindjes së mesme kundër Iranit. Po vendeve të tjera të